Lideri i opozitës Sali Berisha e cilësoi shkelmim flagrant të ligjit organik të gjykatës kushtetuese vendimin e kësaj gjykate për ndërprerjen e mandatit të gjyqtares Sonila Betja. Në konferencën me gazetarët, Berisha akuzoi anëtarët e kushtetueses se me vendimin për ndërprerjen e mandatit të kolegës së tyre janë vënë në shërbim të interesave të maxhorancës dhe asaj që e cilëson si mostra sorosiane e drejtësisë. Berisha tha se ky vendim bie ndesh me kushtetutën dhe me opinionet e Komisionit Venecias. Akti më skandaloz i monstrës sorosiane, reformës sorosiane të drejtësisë, gjykata kushtetuese vendos shkelmimin e ligjit të saj, shkelmimin e opinioneve të Komisionit Venecias. Gjyqtarët kushtetues duhet të gëzojnë gjithmonë një mandat të plot 9 vjeçar. Ka filluar detyrën në vitin 2020. Jashtë çdo lloj dyshimi, përveç rrethit të kuq si armike e narkoshtetit, nuk mund të prekej mandati gjerë në vitin 2028. Berisha deklaroi se Partia Demokratike dënon me forcë vendimin e kushtetueses, duke cilësuar atë edhe si një provë të qartë të kapjes së institucioneve dhe përpjekje për të shuar zërat e pavarur në gjykatë. Sonila Betja mori mandatin e Besnik Muçit për një vend që ishte vakant nga 2016. Mandati i saj nuk mund të ndërpritej. Zero tolerancë ndaj pakicës. Zonja Betja ishte një zë i pavarur, një zë që nderonte parimin themelor të njësisë. Partia Demokratike e denonson dhe denon me forcën më të madhe të akt të papërgjegjshëm, të dëshmi flagrante, të dhunimit të kushtetutës. Kryedemokrati akuzoi drejt për drejt Sokol Sadushin dhe presidentin Bajram Begaj si autor të asaj që e cilëson si purçi kushtetues për largimin e gjyqtares Betja. Presidenti ka xhepin dhe s'ka kushtetut. Ju i pat kërcënimet që i bëri, i turrej me tërbim, gjykas kushtetuese, Sadushi kodën e mafjes dhe s'ka kushtetut. I marr peng nëpërmjet vettingut, të cilin kundërshtim me kushtetutën nuk e bëjnë publike. Njëri që me tentakulat e tij ka lëshuar kthekrat mbi sistemin e drejtësisë si kur ndonjëherë më parë. Nisi procedura, jashtë çdo lloj tagri ligjor. E mbyllën këtë cikël me vendimin e djeshëm. Berisha nuk kurseu akuzat e forta ndaj presidentit Begaj për shkelje flagrante të kushtetues dhe ushtrimin e veprimtarive në klinik private, ndërsa i bëri thirrje urdhërit të mjekut t'i heqë atij diplomën. Presidenti i Republikës nuk mund të mbajë asnjë detyrë tjetër publike, as të kryejë veprimtari tjetër private. Por për Bajramin, peng i Limionit e aferave të tjera korruptive, është një sklav në duart e Edi Ramës, shkon firmos, merr paranë bordero private, i bëj thirrje urdhrit të mjekut, ja heq menjëherë diplomën. Të gjitha këto do i renditen në dokumenti impeachment, edhe kjo që ka bërë për gjyqtaren Betja, dhe ai do ipet për ndjekje penale. Në komunikimin me gazetarët, Berisha dënoi mos votimin e rezolutës për genocidin serb nga maxhoranca, duke hedhur akuza se Ramën e ndalon Aleksandar Vučić të miratojë një akt të tillë. Akt të tillë në muret e Kosovës parlamentit do të shkruhet me gërma të zeza, si akt më armiqësor i parlamentit ndaj kombit shqiptar. Mos votojnë ata. Ku e lën Vučići këtë me votuar? Flet për luftën, por mbron me qëndrimin e tij genocidin e kryer ndaj shqiptarëve në Kosovë. Berisha renditi edhe veprimet antikombëtare të Ramës ndaj Kosovës, duke e cilësuar kreun e qeverisë, po aq armik sa vet Vučići. Përdorimi për qëllime politike i procesit është një makabritet. Mori përsipër projektet e Beogradit për ndarjen e Kosovës dhe ndryshimin e kufive. Punoi me të gjitha forcën për ndarjen dhe shpërbërjen e pavarësisë Kosovës. Autori i Ballkanit hapur. Një mesazh lideri opozitës kishte edhe për ndeshjen Shqipëri-Serbi dhe për thirrjet Berisha në stadiumin serb. Ta o thot në parlament se serb na fyrin ne duke na quajtur Sali Berisha. Çfarë sklevish janë këta? Në fakt ndeshja u fitua. Dhe për herë të parë Serbia humbi. Mori atë që meritoi në tokën e vet. Ai slogan, në vend se të motivonte ekipin, motivoi kundërshtarët.